أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdrimet janë për Zotin ton, për Zotin e gjithësisë, krijuesin ton dhe udhëzuesin ton. Salatet dhe selamet, përshëndetet, lutet tona më të sinqerta dhe më të mirëta, më të përzemërta janë për Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët shokët e tij të ndershëm, dhe lutet tona shkojnë edhe për gjithë ata të cilët pasojnë fjalën e Allahut dhe sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Dërun vëllezër, sot inshallah jemi në vazhdimin e ligjëratave tona ku jemi duke folë për gabimet e namazdive, gabimet që i bëjmë para namazit, ose gjatë namazit, apo gjatë pritjes së namazit, apo edhe pas namazit, apo edhe gabimet të cilët i bëjmë ditën e gjuma. Të gjitha këto mundohemi me i tregu në mënyrë që ta plotësojmë dhe të eliminojmë çdo mangësi që e dëmton plotësimin e namazit që të shkojë tek Allahu Teala në mënyrën më të duhur. Allah na mënsoft inshallah që të jemi prej namazdive dhe që Zotin ta adhurojmë në formën që don krijuesi i ynë. Prej sunetit është pasimi i sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse Resulullah sallallahu alaihi wasallam para farzit na ka tregu se ka sunnet me falim sunnet. Nëse na ka tregu që është mas namazit të farzit obligativ, me fal sunnet e falim mas namazit farz. Dhe duhet në mënyrë strikte të pasojmë këtë traditë profetike të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo një prej gabimeve që shohim na herë tek njerëzit duke dashur me pasu sunnetin bën gabimin. Ajo është që në kundërshtim me sunetin e pejgamberit alayhis salam dhe në kundërshtim me porosinë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, në emën të pasimit të sunetit e pejgamberit alayhis salam bën shkelje. Si për shembull, është thirrë ikameti dhe ky don që me i fal 2 recate po i zojmë sunet të namazit të sabahut apo sunetin e drekës, se thotë henez do më bë ikameti e tek ani pse shkon një recat 2, unë e mrri sunetin dhe e fali atë. Kjo nuk o prej sunetit, përkundrazi është prej gabimeve që i bëjnë disa namazli dhe që duhet eliminu një traditë të këtillë. Tregohet se pejgamberi alayhis salatu wassalam e pa një njeri duke i fal 2 recate e tu fal sabah. Dhe ishte duke u fal sabahi e masene kur u kry namazi e pa pejgamberi alayhis salatu wassalam se i shkuan disa prej sahabëve dhe fillu me polemizu me të, me i thonë çka e tu bë kur thirret ikameti ti duhet me fal namazin farz e pse i falshe sunetin, dhe sa Resulullah sallallahu alaihi wasallam i tha, a namazi i sabahut i ka 4 recate, a mos vall namazi i sabahut i ka 4 recate. Hadithi është te Buhariun e ka përmend në Sahihun e tij. Do thot pejgamberi alayhis salam i tregoi se nuk është gjë e pëlqyme. Nëse kem thonë namazi i sabahut i ka 2 edhe imami po falet e muslimanët janë lidh pas tij, ti mos shko më u fal një herë sunnetin e tek pastane me fal farzin. Se ka thënë pejgamberi alayhis salam, idha uqimatis salah, kur thirret ikameti për me fal namazin, fala salate illa al-maktuba, nuk ka namaz përveç namazit obligativ. Edhe nëse je tu fal, automatikisht do të më nal. A filloi ikameti, duhet më nal. Përveç lehtësim kanë bën në disa raste dietar kanë thënë po bëhet ikameti, ti je në dejen e fundit, edhe je të lexohet tahiyatin, edhe ta merr mendja inshallah se je duke e përfundu, edhe e arrin recat par imamin, atëherë mos jep me njëherë selam. Për ndryshe, nëse jenë kam, edhe sa e lidh me fal sunnetin, mirë po e ke fal një recat, edhe filloj
me u bë ikameti, atëherë dil për namazit. Namazi, si dilet për namazit, dilet duke dhënë selam. Ani pse e ka? E thumë një herë selamu alaikum wa rahmatullah, selamu alaikum wa rahmatullah. Po edhe nëse e thunë një herë, e para është obligative, e dyta është sunnet. Edhe nëse e thunë vetëm një herë, dhe pastaj shkon edhe kyçesh në namaz, ky është sunneti. Do thotë kur të bëhet ikameti, lej të gjitha namazet. Disa duke dash me fitu sevapin edhe të falive të sunnetit, duke dash me kallëzu vetin se unë i fali sunnetet, ose jam sikur këta që s'po falin sunnetet, e bëjnë këtë gabim që nxitojnë dhe e falin sunnetin pasi që është bë ikameti. Dhe kjo është, do thot, prej gabimeve që bëhet gjatë faljes namazit. Do thot, u kry nafilja me fillimin e namazit obligativ, do më thonë farzit. Po ashtu, nuk bën me u fal mas namazit sabahut namaz nafile. Nëse e ke fal namazin farz të sabahut, e lejuar është vetëm sunnetin me fal mas farzit. Për shembull, është ardhur me vonesë, edhe se ka fal sunnetin e sabahut, është kyç me një herë në farzin e sabahut, e pasi është dhënë selami, është ngrit me i fal edhe 2 rekate namaz sunnet, kjo është e lejuar. Mirë po nëse e ka fal namazin e sabahut, edhe po don pastaj me prit lindjen e dillit, sikur që herën e kaluar e cekëm që është nga sunneti me e prit lindjen e dillit në xhami për me fitu inshallah dhe sevapi, sikur me bë haç me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Mirë po duhet me prit deri në fund që do më thonë me lind dilli, por pa fal namaz. Leximi i Kuranit bën, përkujtim ndoj ligjerimi shkurt me ajete me hadithe bën, bisedë normale bën, por nuk ka namaz deri në lindjen e dillit. Dhe ata do të me prit pak derisa të shkëlqeje dilli, e tek pas e ngritemi i falim 2 rekate namaz dhe mundemi me dal prej xhamis. Mirë po, mas namazit farz nuk ka namaz, mas namazit farz të sabahut nuk ka namaz tjetër nafile. Dhe ky është, do të thotë, nga suneti i pejgamberit alayhi salatu sallam. Disa njerëz arsyetohen gjithmonë kur e bëjnë një bidat, një send që nuk është përputhje me sunetin e pejgamberit alayhi salam, arsyetohen, po çka ka të keqe? A është keq me përmend Resulullahin sallallahu alaihi wasallam kaq herë? A je kundër salavateve të ja? A është keq në varreza me shku dhe me knu Kurana? A është keq me bë këtë ose atë? Çka ka të keqe në dhikr, në përkujtim të Allahut Taala? Një person i tillë transmeton Imam Bejhekiu me një senet, do më thëmë me një varg zinxhir transmetues të vërtet, të sakt, nga Said ibn Musayyib, prej tabiinëve, se e ka pa një burr i cili pas lindjes dillit ishte qu edhe i kishte fal mas sabahut, mas e kishte fal namazin e sabahut, o qu edhe po falet, ma shumë se 2 rekate. Edhe pes gjatë rukun, sejdën. Pasi e pa këtë, Said ibn Musayyib ndaloi atë dhe i tha, mos e bën këtë çfarë duke bë, mos fal namaz mas farzit të sabahut, s'ka nafile. Ai tha, o Ebu Muhammed, kështu ka pas ofiqin Said ibn Musayyib, i tha, a ka me mdënu Allahu pse po fali namaza? Ai u përgjigj me një përgjigje epike dhe i tha, jo, Allah nuk ka me dënu ty për namaz, po ka me dënu pse po e kundërshton sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E thonin e këtij ka përcjell dhe Abdurrazaku në musannifin e tij, Darimi në sunenin e tij dhe Bejhekiu në Sunan el-Kubra. Do thotë është një përgjigje që ju thuhet të gjithë atyre bidatçive që arsyetohen. Jo do të me lexu Jasinin për të vdekurit, jo do të me lexu një elham 3 kulivallaha atyne,
jo kom me fal unë namaz nafile edhe pse është koha kur e ka ndalu pejgamberi alayhis salam, edhe çish mund Zoti më bë azab kur unë po bëj dhikr dhe po bëj punë të mirë. Zoti të bën azab pse pe kundërshton dërgumin e tij. Allah i ka dërgu një pejgamber, ndërun vlla. Allah i ka dërgu një dërgum për me na mësu fen. Dhe na e ka mësu fen e Zotit. Nuk kemi ne ata që kokë në vete veprojmë dhe bëjmë gabime të këtilla. Prandaj duhet me respektu sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe një prej gabimeve që po ashtu e bëjnë namazlit është edhe që hajnë hudër ose kep ose presh, edhe futen në xhami dhe i shqetësojnë namazlit tjerë me erën e ranë që del prej gojës së tyre. E pejgamberi alayhis salatu wassalam, thot Abdullah ibn Omeri, në betejën e Hajberit, pejgamberi alayhis salatu wassalam i kishte pa që sahabët kanë hongër hudër, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ju tha kush është ushqy nga kjo bim, do të thonë me hudër, të mos i afrohet xhamisë tonë. Hadithi është në Sahihun e Buhariut, hadith i vërtet. Do të thonë hongër hudër ose kep, mos i afro xhamisë së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Hadithi tjetër po ashtu, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po ashtu është Sahih Buhari, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush ushqet me hudër apo kep, të largohet prej nesh, ose të largohet xhamive tona dhe të qëndrojnë në shtëpinë e tij. Nëse ke hongër, edhe peshes nuk po mundesh me largu erën e ranë të kepës edhe të hudrës, edhe po të vjen era, ka thë pejgamberi se më mirë rri në shtëpi, në shtëpi tënde, e mos eja në shtëpiat e Zotit, mos eja në xhamia dhe me i shqetësu namazlit. Lirisht falën në shtëpi tënde dhe është më mirë për ty se me ardhë në shtëpitë e Zotit e me i shqetësu mysafirat e Zotit me erën e keqe që del prej gojës. Se ka thënë pejgamberi sallam, sepse melaçet lëndohen nga gjërat prej cilave lëndohen njerëzit. Kjo shtesë është Sahihu i Muslimit. Ma Muslimi e ka përmend. Xhamiat janë përplot me melaçe. Edhe neve për shembull, nëse shqetësohemi me atë erë, kanë më u shqetësu edhe melaçet. Vendi i melaçeve janë xhamiat, shtëpiat e Zotit. Prandaj pejgamberi sa po thotë mos ju afroni xhamiave tona. Po është në hadith tjetër i ngjashëm me hadithet që i ceka, që e përcjell po ashtu Imam Muslimi sa e tij, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, mos të afro xhamisë tonë, kush është ushqy nga kjo bim, mos të afrohet xhamisë tonë në mënyrë që të mos i lëndojë të pranishmit me erën e hudrës që ka ngranë. Kjo vlen ndërun vllazën kanë thonë dietarët edhe për gjëra tjera që mundën me qenë tek ne e cilat janë shqetësim për namazlit. Për shembull, me shku në xhami me çarap që kanë erë të keqe, çarap për lyt apo me tesha, për shembull vjen prej shtallës edhe i ka teshat me erë dhe ka mundësi me i shqetësu namazlit me erën e tij. Edhe ky vllau nëse nuk ka mundësi me i ndru ato tesha apo ato çarap ose me i largu, mos u fut në xhami me erën e tillë me i shqetësu muslimant apo melaçet e Zotit. Po ashtu sikur që i kanë përmend dietar mesin e tyre edhe Sheikh Bin Bazi, edhe shumë të tjerë, mos u fut në xhami me erë të duhanit. Cigaria ose duhani zate është ndaluar dhe është haram përdorimi i saj, për shkak se Allahu Teala na ka tregu se Zoti i ka leju çdo të mirë, çka është e dobishme dhe i ka ndalu të dëmshmen. Thot Allahu Teala në surat Araf, ai u ka leju atyne të mirat dhe u ndalën gjanat e dyta. Pastaj në ajetin tjetër të pyesin se çfarë u është leju, thu u leju gjërat e mira dhe të pastra, sot Maida ajeti i 4. Çdo send e mirë dhe e pastër që nuk shqetëson, nuk dëmton, është e lejuar. Çdo send që të dëmton është
e ndalume. Wa halallahu at-tayyibat wa harrama al-khaba'ith. Dhe i ka ndalu Allahu Teala gjanat e këqija dhe të dëmshme. Dhe nuk di që ka mjek specialist që din për çështjet e anatomisë dhe për shëndetin e njerëzit që ka me ta luftu cigaren edhe me të thonë është e padëmshme dhe është e mirë për shëndetin e njerëzit. Që të gjithë kanë me të thonë se përmban me mira materie toksike, kancerogjene, të cilët din me qenë shkatrimtare për shëndetin tonë. E pasene ti me ardhë edhe me thonë, jo Allah është me kru, është e papëlqyme cigarja, dietarët kur japin fetva për çështjet bashkëkohore i pyesin përgjegjësit për atë çështje. Për shembull, rasti konkret, mjekët. A është e dobishme apo e dëmshme kjo për shëndetin tonë? Nëse ata na thënë që është e dëmshme, automatikisht dietarët e kanë obligim me i thonë është e ndaluar përdorimi i kësaj. Për shembull, është e ndaluar për atë që është me diabet përdorimi i sheqernave. Apo e dëmton shëndetin, po e dëmton, mos e hajnë të rrumë. Derisa dëmton dhe rrezikon seriozisht shëndetin tënd, nuk guxon me hangër. Po ashtu edhe çështja e përdorimit të drogave, alkooleve, që ku kemi mënyrë direkte tekst, sikur që është alkooli, po për drogën nuk kemi mënyrë direkte tekst, po kemi, e ka ndalu pejgamberi alayhis salam, çdo gjë që de, edhe hyn drogat në ta. Çdo gjë që është e dëmshme, hyn edhe përdorimi i cigareve, po edhe këtyne cigareve elektronike, për çdo ditë po tregojnë që dami i saj është shumë i madh, bile që vetë pa ta raste me lexu ca studime të shkencëtarëve të kohës, që ajo është edhe më e dëmshme se edhe vetë përdorimi i duhanit apo i cigarës klasike që më mësu me pa me tym të natyrshëm. Duhani vlla është një bimë që nuk ta han as zogu, nuk e han as lopa qofshin nderuar. Vetëm njeriu nuk po mundet me përmbajt veten, edhe e përdor, e tymos, e djeg, e harxhon parën e vet, shpenzon paranë e vet, pasurinë e vet për me dëmtu shëndetin e vet. Prandaj era gojës që del prej duhanxhis është e ndaluar për ta me hyrë në xhami me atë erë të gojës. Unë nuk e di që dikush e dën erën e duhanxhis edhe shkon i thot duhanxhive i thot Allah ile fryni erë e gojës, se po du një herë me tani erën e gojës, se po të vjen era mirë. Kokë që duhanxhi, edhe duhanxhi vetë mu konë në dorën erën që del prej gojës së duhanxhis. Po edhe vetë duhanxhia në dorën erën e vetë. Andaj, nëse ke erë të keqe, bile kur fola për teshat, e atyne që merren për shembull me punë ku merr erë tesha e tyne, mund me thonë edhe për teshat atyne që futen në për kafenet e sodit dhe për fat keq është përdorim enorm i duhanit, edhe merr erë të duhanit dhe futen në xhami dhe i jep xhamis erë të keqe. Le të kenë frikë Allahun njerëzit që e dëmtojnë veten dhe i dëmtojnë të tjerët. La darara wala dirar. Thot pejgamberi sa mos e dëmto veten dhe mos i dëmto të tjerët. Po ashtu prej gabimeve tjera që bëhen është kur ta thirr ikametin muezini, është edhe një bindje në disa vende të muslimanëve, ma tepër, tani nuk e di që është shumë e përhapur, po është mirë ta dim edhe këtë çështje. Ajo është me mendu se kush e thirr ezanin, ai duhet me e thirr ikametin. Nuk ka hadith të vërtet në lidhje me këtë çështje. Ai që ka thirr ezanin, e thirr edhe ikametit e nesa është muezin. Mirë po, mundet me ndodhë që e ka thirr ezanin, mirë po, ja, se e thash herën e kalume, për një çështje të caktuar ka mundësi e kanë thirrë në telefon edhe o dalë sende, ngritet dhe e thret ikametin tjetër kush. Mos të mendoje dikush, apo kur të falemi dikun të not, apo në mezhit, apo në një vend tjetër, dhe njëri e ka thirr ezanin, edhe mos me guxu të tjerët me thirr ikametin, po duhet me thirr veç ai që e ka thirr ezanin. Tamam, është e lejume
që ai që i ka thirr ezanin me thirr edhe ikametin, por nëse ngritet tjetër kush dhe e thirr ikametin, për shembull muezini është vënu, muezini që është në detyrë, dhe e ka thini vlla ezanin. Tash ushtat muezini, e vazhdon muezini, e merr detyrën e vet dhe e bën ikametin. Nuk ka nevojë me mendu se jo ti si e kon, ky e ka thirr ezanin, tash ky le ta vazhdoj edhe le ta baje ikametin. Jo. Do thot është mundësia që ai i cili e ka thirr ezanin mundet tjetër kush me thirr ikametin. Mirë po nëse i bën të dyjat pa kurfa problemi, ka bën një punë që e kanë bërë dhe muezinat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po as në ezan e as në ikamet nuk shtojmë fraza. Domethënë nuk i shtojmë as ezanit e as ikametit fjalë që nuk janë prej ezanit, sikur që e përmendëm edhe kur kom fol për vlerën e ezanit, se disa i shtojnë fjalë sikur që janë shijat e rafidit, që shtojnë hayya ala al-khair al-amal, e janë punë të mira pas hayya al-falah. Nuk i shtojmë as ezanit fjalë, e nuk i shtojmë as ikametit. Mirë po, kanë thonë dietarët prej sunetit është që edhe ikametit të përsëritet për xhamatit, për me fitu sevapin e muezinit. Sikur që i përsërisim fjalët e muezinit gjatë ezanit, i përsërisim veten tonë edhe fjalët e muezinit. Do më thënë në ikamet është fjala, i përsërisim fjalët e ikametit që i bën muezinit. Po ashtu kanë thonë dietarët është prej sunetit që muezini me bë ikametin në vend statik, jo duke ecë. Për shembull, unë e vrej edhe në xhamiat tona, duke ecë e bën ikametin. Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, edhe ecë, edhe i afrohet safit. Jo, është mirë të qëndroje në vendin e vet, duke bë ikametin e pastaj të lëviz. Por nëse e ka bë në lëvizje, namazi është tamam. Mirë po nuk është prej terbijes apo etikës së muezinit që me e bë do thot ikametin duke ecë, sikur që e thot edhe djali Imam Ahmetit, Abdullah, thot e pyeta Imam Ahmetin, e pyeta babën edhe i thash çfarë mendimi ke për një njeri që e thret ikametin duke ecur, tha më e dashur për mua është ta thras atë në vendin ku qëndron. Do thot kjo është prej sunet. Po ashtu është prej gabimeve që imami të merr tekbirin fillestar në disa vende, kom pa dhe në disa shtete të muslimanëve, kom pa që kur thot muezini ikametin qad qamatis salatu qad qamatis salah, ala pa e thon Allahu akbar la ilaha illa Allah, ala pa e përfundu ikametin, imami mas fjalës qad qamatis salah, qad qamat salah, ai veç e merr tekbirin fillestar. Kjo nuk ka prej sunetit. Prej sunetit është që të përfundohet ikameti e tek pastane imami të bisedoje me xhamatin edhe të urdhëroje plotësimin e rreshtave, sikur që do të shohim se kjo ka qenë një traditë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E ti tash për shembull nëse tu thon muezini qad qamatis salatu qad qamatis salah, ti më njëherë merr tekbir Allahu akbar, futesh namaz, muezini ende anë në vazhdon, e ti don me lexu duan subhanakallahumma wa bihamdik deri në fund, e pastaj me fillu namazin, e hiq pa e mësu xhamatin që me i plotësu safat, me i rreshtu drejt safat e tyne, kjo nuk është prej sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu nuk ka prej sunetit edhe qëndrimi veçmas i muezinit, me u fal këtë me një vend veçmas, me pas një vend veç për ta. Këtë xhamati me shku me u lidh, e muezini me najt aty, edhe prej pozitës e vet me pas ai vendin e veçantë. Vendi i veçantë xhami është vetëm për imamin, ose të gjithë të tjerët rreshtohen dhe bashkohen me njëri tjetrin e jo me u fal ndamas. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka pas sahabët jo të rreshtu mirë gjatë formimit të safave. I ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam,
pse nuk po rreshtoheni ashtu siç rreshtohen me laçet para Zotit tyne. E i thanë sahabat, ja Rasulallah, e qysh rreshtohen me laçet para Zotit tyne, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, ato e plotësojnë rreshtin e parë dhe qëndrojnë në atë mënyrë ngjitur me njëri tjetrin. Hadithin e transmeton Imam Muslimin, Sajuneti dhe Nesaiu. Do thot nuk bën me i lanë çka përderdhura safat. Mirë po, i drejtojmë, i rreshtojmë dhe me këtë punë është mirë që imamat të merren në mënyrë aktive para çdo namazit me i rreshtu këto safat dhe mi fol xhamatit që mos me lanë zbrastir mesin e safeve. Tha pejgamberi alayhis salam, afroheni pranë meje. Do të thonë edhe safi kur krijohet, mu afru afër imamit. Jo, me qenë për shembull imami këtu, një 4-5 metra me nejt mbrapa. Të ne është traditë e mirë, alhamdulillah, imami është përpara, me njëherë krijohet safi. Mirë po, kemi edhe hadith në lidhje me këtë çështje. Pra dhe tha Resulullah s.a.s. Afroheni pranë meje, më ndiqni mu dhe lëni ata që janë pas jush t'ju ndjekin juve. Ata do të vazhdojnë duke u vënu nga rreshti i parë, derisa Allahu t'i vënoj dhe t'i leje pas. Hadithin transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Më thonë, ka preferu Resulullah s.a.s. dhe na ka mësuar që t'i afrohemi safit parë. Sa më afër imamit, aq është sevapi më i madh. Sa më mbrapa mbesish pas imamit, aq i ki sevapet më pak. Çdo saf më afër imamit është më i vlefshëm dhe më i shpërblym te Allahu Teala se safat të cilët vijnë prapa. Andaj edhe ai që vanohet do ta vanojë edhe Allahu, ka thënë dietarët, e vanon premshirës vet, faljes vet, futjes në xhennet, dhënies dijes, mirësive, begative, edhe çdo vonesë që është për të mirave të Allahu Teala. Andaj nuk është mirë me u vonu në namaz. Kur të vjen, mundohu me shku në saf. Pastaj mi plotësu safat. Për shembull, në xhamit pejgamberit alayhis salam, në xhamiat e mëdha, njerëzit falen prapa në bor e nuk futen brenda me shoqu au plotësu safat. Andaj kur të ke mundësi, shko deri brenda, futu deri brenda dhe shoqo a ka safat e zbrasta në mënyrë që t'i plotësojmë ato e jo me u fal me një herë jashtë, por duhet që safat të plotësohen të parat e pastaj të vihet nga prapa. E jo t'i lojmë safat e zbrasta apo të jo të rreshtume si duhet, t'i lojmë pas dore e të formojmë safa prapa aty në safave të zbrasta para neve. Se thot pejgamberi sa drejtoni rreshtat sepse unë ju shoh pas shpinës time. Dhe sahabët, thot Enes ibn Malik, secili nga ne i bashkonte supin e tij me atë të shokut dhe këmbën e tij me këmbën e shokut që falej pranë tij. Edhe u prej sunetit, imami mas pari me i fol xhamatit, mi thon bashkoni safat, bashkoni këmbët, rreshtoni drejt. Edhe bashkoni këmbë, mos lini zbrastir. E thot Enes ibn Malik, e kem pa njëri tjetrin që t'i afrojmë këmbët me njëri tjetrin edhe supet me i bashku me supet e vllaut ton. Hadithin e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij dhe Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Po ashtu Enes ibn Malik thot, unë i shehja shokët e pejgamberit e sam, se si ndonjëri nga ne bashkonte supin e tij me atë të shokut dhe këmbën e tij me këmbën e shokut. Por nëse sot mundohesh të praktikosh një gjë të tillë, do të vresh se si ndonjëri prej tyre bëhet sikur një mushk kokfort. Fjalën e tij e përcjell Ebu Jala në Musnedin e tij dhe po ashtu zinxhiri kanë thënë dietarët është i saktë sipas kushteve të Buhariut dhe Muslimit dhe ka përmendur Sheikh Albani në silsile hadithe sahiha me numër rëndor 31. Nëse në kohë Imam Malikut, në kohë të Enes ibn Malik,
këtij sahabijut pejgamberit sa pas dekët pejgamberit alayhis salam. Thot nan vakt pejgamberit sa bashkonim komt dhe i bashkonim supet. Desa sot më bën mi thon dikujt hajde bashkohu këtu, thotë ke kokë fort sikur më kon ndaj mushk. Qofshet ndërum. S'don me t'u afru, me afru komt edhe me afru supet. Kjo ndodh edhe në kohën tonë, për fat keq. Është më madh. Edhe ti afrohesh ai largohet, ti afrohesh ai largohet. Pastaj çan ndodh gabimi tjetër i triut, edhe ai që don me praktiku këtë sunet, ai zgjat komën, zgjat këtu komën edhe këtu komën, edhe e bën si më kon sheje Mercedesit. Edhe kjo gabim. Duhet që të plotësohen bashkimi i supeve, nuk të lejon ty me i hap kombat. Nëse i hap kombat më tepër se sa me i bashku supet, atëherë ti kemi bashku kombat këtu poshtë, po supet do të mbesin pa u bashku, dhe kjo është kundërshtim me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Përkundrazi, duhet që të bashkojmë kombat dhe supet me njëri tjetrën, deri te themrat me i bashku edhe supet. E jo vetëm kombat, ndërsa supet jo, ose mu largu. Nuk kam pas dëgju hoxh që më tregonte, tha në fillimet e para, kur nuk i njihnin dhe disa prej xhallarëve dhe si duhet sunetet e pejgamberit alayhis salam, ky djalë i ri për shembull ka mësuar një sunet, mirë po hoxha nuk e din. E tha po më afrohet një i ri, tha unë largo, ai mu afroge. Unë largo, tha, e kapa në fund, tha përdori, thash çka je bre ti, mas burrave bën ti, çka o puna jote. Edhe tha plus ta i kish pas komt pa çarap, tha e mu afroge, tha me mprek me kombën e tij. Kjo gjel, kjo është ignorancë e njerëzve që kur nuk e din sunetin, edhe nuk din me praktiku sunetin. Prandaj po mundohemi që të flasim për këto gjëra në mënyrë që ti plotësojmë dhe përmirësojmë gabimet tona dhe lëshimet tona që i bëjmë gjatë namazit. Prandaj të afrojmë safat, të afrojmë kombat, edhe supet dhe mos lejmë zbrastir mesin e safave. Për arsye se pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar se mos bashkimi i safave i përçan zemrat. Thoshte Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ose i drejtoni rreshtat, ose përndryshe Allahu do të fusë konflikte mes zemrave tuaja. Prandaj tregon sahabia, thot, na kur e ndëgjum këtë fjalë, pejgamberi sa masane nuk i shihim përveç se të i bashku komt edhe supet. Apo kemi për sahabive që tregojnë, thot, edhe gjujt u bashkojshin, atë shumë u shtrëngojshin, sa që prekshin edhe gjujt me njëra tjetrën, mos me lon zbrastir. Se thoshte Resulullah sallallahu alaihi wasallam, unë ju shoh juve nga prapa. Edhe thoshte pejgamberi alayhis salatu wassalam, mos lejoni zbrastir se futet shejtani. Sikur në hadithin që e transmeton Abu Davudi në sunenin e tij. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, drejtoni rreshtat dhe afroni supet me njëri tjetrin, mbushni boshllëqet dhe mos lini vend për të kaluar shejtani. Mos le vend, se si ta kput safin, futet shejtani. Futja shejtanit i përçan zemrat, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që bashkohet me rreshtin, Allahu bashkohet me ta. Kushdo që e shkput rreshtin apo safin, Allahu e shkput prej madhnisë së tij. Man wasala saffan wasalahu Allah. Nëse munosh me e ngjit safin, Allah të afron afër vetit, afër mëshirës vet, falës së vet. Nëse e këput, largon trupin, ti bash sebe për mu largu, mund me qenë prej shkaktarve, që me u largu prej mëshirës edhe mirësive të Allahut Taala dhe i kemi përçarjet. Prandaj edhe gjojmë shumë mos zbatimi këtij suneti si duhet. Xhamiat tona bën që edhe njerëz të kenë mos marrëveshje brenda xhamisë. Futen xhami, nuk folin mes vetë. Falen pranë njëri tjetrit, nuk japin selam njëri tjetrit. As nuk don me afru kom, as supe, as kur gjë. Prandaj prej sunetit është në ndërum vllazën që ti plotësojmë hapësirat. Dhe është mirë për shembull nëse një saf përpara është liru dhe është zbraz, dikush ka lëviz përpara, ne lejohet me lëviz prej safit. Ani pse jemi në namaz, lëvizim përpara dhe e plotësojmë. Mos njohja e mirë e çështjeve të sunetit po bën që disa edhe pse po lirohet safi përpara, nuk po e din po rrin këta, as ky s'po afrohet afër këtij
që me e plotësu atë zbrastir, ai po rrin vendin e vet, ky në vendin e vet, ky që është mbrapa nuk po del me e plotësu dhe në këtë formë po shkputen safat. Dhe kjo nuk është prej sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj mos u bën sebeb shkaktar që me largu kamën edhe supet edhe mos mu bashku me vllahun tënd. Ti shtrëngojmë më tepër safat, imamat, të mos futen në xhami në namaz pa i fol xhamatit në lidhje me këtë çështje. Për arsye se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, betohem në atë që ka ndorë shpirtin tim se unë po i shoh shejtan që është po depërtojnë boshllëqet e rreshtit, safit juaj, sikur të ishin hadhaf. Hadhaf janë disa dele të zeza të shkurtra që s'kan edhe vesh, që shtone po futen shejtant me safave, është një botë e padukshme, ne nuk e dim, por pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka tregu, prandaj edhe neve po e përcjellim si hadith të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj imami është shumë me rëndësi me i fol xhamatit këto gjana. Se tha pejgamberi alayhis salam, o rob të Allahut, ose do t'i drejtoni rreshtat, ose përndryshe Allahu do të ndryshojë fytyrat e juaja. Do thotë do të ndaheni prej njëri tjetrit. Prandaj prej sunetit është më thon bashkohuni dhe drejtoni rreshtat. Resulullah sallallahu alaihi wasallam shumë ju ka kushtu kujdes drejtimit sa që na herë është marrë edhe vetë me ta, ka shku dhe i ka drejtu në gjoks, e ka shti futë pak gjoksin mrenda rreshto, sikur shigjetat që kanë qenë të vendosura në atë kallëpin ku i kanë rreshtu shigjetat kur i kanë bogati, ashtu është mënu me e pa safin e drejt. Jo njëni me dal përpara, njëni mrapa, njëni me kput safin, e imami është shumë me rëndësi me umar me këtë punë. Për shembull, Hazreti Osmani radiallahu anhu, Hazreti Omeri, Hazreti Alia, të gjithë këta, kur kanë qenë si khalife, pastaj, dhe kur i kanë pri xhamatit namaz, e kanë zbatu këtë sunet të fort, pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për shembull, Omar ibn Khattabit sakton të njerëz të veçantë që të kujdeseshin për drejtimin e rreshtave dhe nuk merrte tekbirin fillestar të namazit derisa nuk i lajmëronin se rreshtat janë të drejtuara. Po ashtu Hazreti Alia, Hazreti Osmani radhiyallahu anhuma kujdeseshin për këtë sunet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aliu thoshte i kishte për mbrapa edhe i thoshte për shembull ec para o filan ose shtyju pas o filan. Me emën i njifte, dhe kur e njifte i thoshte ec edhe pak ti përpara ose shko ti pak për mbrapa. Këtë punë mundet me e bë imami, biles paku me safin e parë ku i sheh, ose safin e dytë. Me thonë, hyn pak rreshtohu, afroju edhe gjana të tilla të ngjashme. Dhe kjo është emanet në xhamiat tona që imamët ta bëjnë këtë detyrë. Edhe një problem tjetër në për xhamia kanë qenë minberat e hutbes të gjata, që janë vendosur mes xhamive dhe i ka kput safat. Prandaj Sheikh Albani përmend edhe këtë çështje për bidateve të xhamiave dhe thot ka gjasa që me hy ai që e bën këtë veprim që ka pru këtë minber midis xhamis, me hyn këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, man qata safan qatahu Allah, kush e kput safin, Zoti e kput atë prej madhnisë së tij. Allah i na ruaj. Dohet minberi të jetë në qoshe, të jetë me 3 shkallë e jo me plot shkallë dhe me i kput safat e namazlive. Allahi, insha Allah, na udhëzën e na përmison dhe na bën për atyne, insha Allah, që i zbatojnë sunetet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Allahu shpërbleft dhe na bëft, insha Allah, prej zbatuseve të porosive të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Deri në takimin tonë të radhës, mbeqim për kujdesin Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.